Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Alianca për shqiptarët e Ziadin Selës dhe formalisht do të njihet si Lidhja Shqiptare. Në kongresin e saj të 5, 713 delegatë partisë votuan Ziadin Selës si kryetar. Në kongres u miratua dhe rezoluta për shtet binacional. Sela deklaroi se do të vazhdojë të mbrojë interesat e shqiptarëve, duke ngritur zërin për kauzat etnike. Po ne do të vazhdojmë që të zgjasim dorën, të lëshojmë rrugë për shqiptarët vërtet. Për shqiptarë të cilët japon bashkë në kuadër të lidhjes shqiptare, sepse në fundit prandaj ekzistojmë si organizim politik, si organizim shoqëror. Ai jodhi poshtë mundësinë e bashkimit me shumicën parlamentare. Koalicioni vlen zyrtarizon strukturat pas shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Bashkëkryetari i tij, Bilal Kasami, theksoi se në mbledhje është zhvilluar një diskutim i frytshëm dhe konstruktiv. Synimi është organizimi i mëtejshëm dhe përmirësimi i përfaqësimit politik të shqiptarëve në vend. Një hap i rëndësishëm drejt forcimit të përfaqësimit politik të shqiptarëve dhe rritjes së unitetit në mbrojtje të interesave kombëtare dhe qytetarëve në rajon, e komentoi lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, bashkimin e forcave politike shqiptare në Maltëzi në një subjekt të vetëm. Ahmeti e vlerësoi bashkimin e subjekteve politike shqiptare rreth forumit shqiptar si një mesazh të qartë se bashkëpunimi dhe koordinimi politik janë thelbësor për avancimin e të drejtave të shqiptarëve dhe për forcimin e zërit të tyre në institucionet përkatëse. Ai ka theksuar gjithashtu se uniteti politik mbetet një faktor kyç për suksesin e përfaqësimit të shqiptarëve në vendet e rajonit. Rajoni. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti mohon të ketë një dështim të dialogut me Serbinë. Gjatë debatit në emisionin Politico, Albin Kurti pranoi se gjatë procesit janë arritur marrëveshje, por problemi kryesor sipas tij mbetet mosbatimi nga ana e Beogradit. Kurti tha se marrëveshja nuk është e mirë, por që ka bazë për mëtutje. Unë e kam pranuar marrëveshjen, ajo nuk është e shkëlqyeshme, por është bazë e mirë për mëtutje. Dhe duket që Beogradi ka besuar që unë do të them jo për marrëveshjen, por unë kam thënë po. Dhe kur e kanë parë ku janë ndodhur, nuk kanë pranuar ta nënshkruajnë, deklaroi Albin Kurti. Gati format e aplikimit për skemat mbështetëse për bizneset në Kosovë. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë konfirmoi se janë hapur 3 thirrje për bizneset, ndërsa një tjetër për industrinë prodhuese pritet të publikohet përmes platformës e-Kosova. Mimoza Kusare Lila deklaroi se gjatë viteve 2022-2025 janë mbështetur 10 biznese përmes programeve për prodhim, përpunim, digitalizim dhe inovacion. Ministri i Detyrë Industrisë sqaroi se kanë zhvilluar instrumente mbështetëse, ndërsa përmes projektit për fuqizimin digjital kanë përfituar 124 biznese, ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet mbështetja e 40 bizneseve, një vlerë për rreth 1 milion euro përmes skemës për energji të pastër dhe transformim të gjelbër e industrial. Në kuadër të skemës që tashmë ka kaluar një fazën e parë dhe po përgatitim për fazën e dytë, skema për energji të pastër, janë përzgjedhur 9 kompani përfituese me qëllim të promovimit të investimeve të gjelbërta, të rritjes së efikasitetit energjetik dhe avancimit të qëndrueshëm mjedisor në sektorin privat. Dhe aktualisht jemi në fazën e përgatitjes së fazës së dytë, që në total të 2 fazat planifikohet të mbështeten 40 biznese në vlerë prej 1 milion euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shaini, vlerësoi Kosova po hyn në një tjetër proces zgjedhor me të njëjtat premtime, programe të ricikluara dhe mungesë vizioni për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas tij, shumica e partive politike po kërkojnë votën e qytetarëve pa ofruar një plan të qartë për rritjen e prodhimit, eksporteve, investimeve dhe punësimit. Po dëgjojmë premtime milionëshe miliardë, por nuk po dëgjojmë asnjë shpjegim se ku do të gjendet parat, kush do t'i financojë ato dhe si do të realizohen. Kjo nuk është garë programesh, por garë premtimesh pambulesë, deklaroi Shaini. Ai ka shprehur shqetësimin se ekonomia, sektori privat, prodhuesit dhe eksportuesit pothuajse nuk ekzistojnë në debatin politik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni Pro Familjes proteston me marshimin Pro Jetës. Në orën 18 nga sheshi Skënderbej, mbështetësit e tij fillojnë protestën kundër përfshirjes së terapive hormonale transgjinore në sistemin publik shëndetësor. Ata kërkojnë që këtë çështje të mos kalojnë pa një debat serioz publik dhe pa dëgjuar familjet shqiptare. Terapitë hormonale për fëmijët. Në Serbi janë kastrimi kimik i fëmijëve. A dini që Jezusi tek Mateu 18 tha, kushdo që skandalizon një nga këta të vegjël që besojnë në mua, do t'ishte më mirë për të që t'i vare në qafë një gur mulliri dhe të fundose në thellësitë e derit. Në një kohë kur shëndetësia publike ka nevojë urgjente për analiza, ilaçe, trajtim dhe dinjitet për pacientët, ne besojmë se prioriteti duhet të jetë i qartë.
shëndetësi për qytetarët, jo ideologji në sistemin publik shëndetësor, apelojnë nga koalicioni Pro Familjes. Ne do të mbrojmë fëmijët nga ideologjizimi gjinor i vendosur te kurrikulat shkollore këtë vjesht. Pra i çon fëmijën ti dhe unë në shkollë që mësoj biologji dhe agenda duan t'i mësojnë ideologji. I thonë djemve, mbasi jeni vajza të burgosura në trupat e djemve, ne do t'ju çlirojmë ju. Kjo është ajo që ka ndodhur sot, muaj më parë, vite më parë, në Amerikën Veriore, në Kanada, në Evropë. Marshimi nis nga sheshi Skënderbej drejt Ministrisë së Shëndetësisë. Vllazëria Ungjillore e Shqipërisë paralajmëron se po ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit mbi ideologjinë gjinore dhe mbi terapinë që pritet të lejohet pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Në një reagim për mediat, Vllazëria Ungjillore e Shqipërisë ndan shqetësimin se familja tradicionale po cënohet përmes nismave dhe këtyre zhvillimeve të fundit. Në reagimin zyrtar shprehet mbështetje e plot edhe për pastor Akil Pano dhe familjen e tij përballë gjuhës së rënduar publike, sulmeve personale dhe përpjekjeve për stigmatizimin që cënojnë individin apo dhe çdo pastor ose klerik që ushtron detyrën e tij. Qëndrimi Pro Familjes, mbështetja për vlerat e familjes tradicionale burr dhe grua, siç e njeh dhe Kodi i Familjes së Republikës së Shqipërisë, i jep të drejtën çdo qytetari shqiptar për t'i artikuluar dhe mbrojtur këto qëndrime publikisht, thuhet në reagimin e Vllazërisë Ungjillore të Shqipërisë. Partia Demokratike qëndron në krah të protestës së thirrur nga koalicioni Pro Familjes, pas paraqitjes në SPAK në zbatim të masës vendosur ndaj tij. Për detyrim paraqitje për dosin partizanin, Sali Berisha denoncoi udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në lidhje me persona transgjinor për të lejuar terapinë për ndryshimin e gjinisë tek 14 vjeçare. Ja çdo lloj kriteri, qoftë biologjik, qoftë sociologjik, qoftë të përgjegjësisë. Kjo është t'ja u rrëmbesh prindërve fëmijë nga gjiri i tyre. Dhe ky është një akt i shëmtuar, antiligjor. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se terapia për ndryshimin e gjinisë tek fëmijët është një akt i shëmtuar dhe se vendime të tilla duhet të merren vetëm në moshë madhore. Në mosha më ideale është mosha e përgjegjësisë, 18-22 vjeçare. Çdo veprim para kësaj moshe është një atentat në identitetin njerëzor dhe unë shpreh solidaritetin tim me Aleancën për Familjen. Për krah koalicionit Pro Familjes qëndron dhe Partia e Lirisë. Zëvendës presidenti Ajrisa Xhixha në deklaratë për mediat përpara Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, tha se denoncon vendimin e kësaj ministrie që prek drejt për drejt fëmijët dhe familjet shqiptare, një vendim të marrë pa transparencë, pa debat publik dhe pa një konsultim serioz me prindrit, ekspertët dhe shoqërinë. Sipas saj, në vende të ndryshme europiane, politikat e ngjashme janë rishikuar për shkak të shqetësimeve mbi pasojat afatgjata. Xhixha shtoi se si antare e Komisionit të Shëndetësisë do të kërkojë me urgjencë një dëgjes me Ministrin e Shëndetësisë për të dhënë llogari dhe sqaruar çdo detaj të këtij urdhri. 1 në 10 familje shqiptare me fëmijë mbështetet tek një prindër i vetëm, ndërsa në shumicën ndërmuese të rasteve përgjegjësia për rritjen e fëmijëve bie mbi nënat. Të dhënat e Instat analizuara në rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve tregojnë se familjet me një prind përbëjnë një pjesë të rëndësishme të realitetit social në vend. Sipas të dhënave të censusit, prindërit e vetëm me fëmijë përbënin 10.3% të bërthamave familjare në Shqipëri, ndërkohë bërthamat familjare më të zakonshme vijojnë të jenë çiftet e martuara ose bashkëjetues me fëmijë, të cilët përfaqësojnë 52.2% të totalit, ndjekur nga çiftet pa fëmijë me 37.5%. Statistika tregojnë gjithashtu se në vend ka mbi 60.000 nëna të vetme dhe rreth 12.000 baballar të vetëm. Pesha e lartë e familjeve me një prind është regjistruar në Estoni, ku përbëjnë 40.6% të familjeve me fëmijë. Pastaj renditen Lituania dhe Letonia. Agjencia e Shëndetit Publike suedeze u bën thirrje prindërve të zvogëlojnë përdorimin e telefonave celular pranë fëmijëve. Ajo citon prova në rritje se zakonet e të rriturve para ekranit mund të ndikojnë negativisht në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve. Rastet e shqyrtuara nga agjencia zbuluan se përdorimi i tepërt i ekranit nga prindrit mund të pengojë ndërveprimet me fëmijët dhe shoqërohet me përdorim të lartë të ekranit midis vetë fëmijëve. Udhëzimet u bëjnë thirrje prindërve të lënë menjan telefonat e tyre celular kur kalojnë kohë me fëmijët, përveç se nëse pajisjet përdoren së bashku me ta. Qeveria shqiptare sqaron pozicionin e saj për krah investimeve në zonat bregdetare. Kryeministri Edi Rama tha se nuk do të heqë dorë nga vizioni i tij për ta bërë Shqipërinë një destinacion të rëndësishëm në turizmin global.
Për këtë ai ju referua investimin në Zvërnec, për të cilin pati reagime nga ambientalistët dhe shoqatat e shoqërisë civile. Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kreu qeverisë tha se vendi duhet të synojë të hyjë në ligën e kampionave të turizmit global përmes investimeve që tërheqin konsumatorë të nivelit të lartë. Duke referuar projektit në Zvërnec, Rama tha se partnerë ndërkombëtar janë bërë bashkë për të investuar rreth 4 miliard euro. Mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro me bankë, dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari. Kreu i qeverisë shqiptare pati një reagim dhe për mediat greke mbi protestën në Zvërnec. Dhe si mund të jenë gazetat e Greqisë aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj, ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësia e dheut, u gjet i korruptuari? Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar urdhëron disa kontrolle në Tiranë dhe Vlorë në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për dyshimet mbi tjetërsimin e pronave në zonën e Zvërnecit. SPAK po heton një skem të gjerë ku dyshohet tjetërsimi i pronave në Zvërnec. Bëhet fjalë për një projekt turistik që lidhet me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Ju hiqet licenca 2 kompanive, Myrto Security dhe Meyer Security. Shkaku bë dhunimi nga rojet private të një prej protestuesve në Zvërnec. Ai u tëroi zvarr brenda në kantier teksa protestonte kundër rrethimit për ndërtim në një subjekti turistik. Sipas njoftimit zyrtar, Myrto Security nuk ishte marrë masat për sigurinë e objektit dhe nuk ishte zbatuar rregullat për regjimin e hyrjes dhe daljes së personave dhe mjeteve në objekt. Krahas asaj, nga ana e këtij subjekti nuk administroi lista e personave dhe mjeteve që lejoheshin të hynin në këtë objekt. Ndërkohë një punonjës e Meyer Security u arrestua pasi ka qelluar me grusht një protestues, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar penalisht pasi e tëroi që zvarr qytetarin i cili ishte pa ndjenja. Këta 2 të fundit ka rezultuar se nuk ishin të licencuar nga Meyer Security për të ushtruar detyrën. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.